Hajde bojna gulash t'llopit bashkë me pak ndryshime. Ishin e prej në copa në këtë matësi. Gulashin për sot kena me bo me këtë bad boy trodhës. Për krejt juve që jeni ndryshima me përdor multicooker ajo tepër javlen. Qesim mishin. Na duhet kep, spec, hudër edhe domate. Mishit i shtojmë vaj ullirit, perimet, pak krip, i fërgojmë edhe mas ne i shtojmë domatet edhe ujë për me uzi. Mshilëm kapokun edhe e zim për 1 orë. Nëse jeni të menu pse i qiti veç krip ka dole. Arsyeja është se unë gulashin e marroj me qësi sosi. Kjo ja bën shijen perfekt edhe e trash tamam sa ka nevojë gullashi. Edhe çudia tjetër që e di që e keni është se i kum qit domate. Ndokot hungares të bojë qashtu. Kur zihet mjaftueshëm nuk vret hiç shija e domateve, veç e bën gullashin edhe më të mirë, edhe pse jo ka më shumë vlera ushqyese. Derisa të bëhet gullashi, vazhdojna me përgatitjen e pireve. Edhe nëse jeni të mni të folsi me i kum gjit do froteza. Piret nuk janë filozofi e madhe, i merrni do patate, i çironi, i pastrojmë, i ndajmë 2 ose 3 pjesë. Qesim me një tavë, krip, edhe i lajmë me uzi. Kur zihen, ja derdhim ujin, shtojmë buter, pak veget, pak parsley, pak qumsht, edhe shkojmë i bojmë pire. Masi që uzi gullashi për 1 orë, e shtojna sosin kadal gjithu e përzi. Edhe i lajmë temperaturë shumë të olt me uzi pak në veti. I servojmë, edhe gullashin, edhe tada! Hajde provojmë. U bo perfekt. Hajde dhe njo se ju mund të Mishu zita mën edhe me pire perfekt. Unë e përshkoj me ongër gullashin e deri herë tjetër. Bye!